veri me 107.000 vota. Absolutisht vleni ka pas legitimitet plot për t'i përfaqësuar shqiptarët. Ku ishte gabimi sipas meje? Gabimi sipas meje ishte se marrëveshja me VMRO-n u bë shpejt dhe pa mos u marrë vesh ashtu si duhet me VMRO-n për funksionimin e koalicionimit VMRO vlen. Më thënë, kushti joni vetëm ka qenë fillimi negociatave për 6 muaj, deri vitin e ri. Gjë që nuk u art. Nuk u arrit, po ne dham edhe një shans. Biseduam me kryeministrin, u tërhoq balansusi. Ajo ishte një mekanizëm që mundëson punësimin e shqiptarëve dhe etnive tjera, edhe Maqedonasve, por këtu nuk është faji i vlenit. Se edhe ne ishim pjesë e vlenit, tash nuk mund të hedhim vetë zhgur mbas vlenit. Se duhet pjesë fajte e pranojmë edhe ne si Aleancë për shqiptarët. Çfarë kërkuam? Negociuam me VMRO-n për një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe ai ligj duhej të sillet diku në nëntor apo dhjetor. Sot jemi 10 qershor. Dhe ende ai ligj nuk është sjell. Në ndërkohë kishim premtime prej kryeministrit Mickovski se për 1 javë, për 2 javë e kalojmë këtë ligj. Kishim material të gatshëm ne si Aleancë për shqiptarët. Bile Arben Fetaji dhe Izet Mexhiti e kanë negociuar, e kanë udhëheq këtë grup. Dhe dini si, ne dilshim jo serios edhe para njerëzve. Na pyeshin gazetarët, kur e sjellni ligjin, ne kishim premtim prej kryeministrit, prej dhjetorit ne themi për 1 javë, për 2 javë. Në vazhdimsi, po kanë qenë deklaratat që latë kanë dërgjuar. Duke ardhur këndej në Prishtinë, e dëgjova se kryeministri ka thënë së shpejti e vendosim në procedurë parlamentare që më gëzon, por me kush që ky ligj të dërgohet në Komisionin e Venedikut, që do të avonon ligjin edhe 6 muaj deri 12 muaj, në ndërkohë bëhen punësime në për institucione, me qindra, dhe proporcioni është dikundi 5% shqiptar dhe 95% Maqedonas. 5% shqiptar, 95%? Parafërsisht, në qoftë se i mbledh një numrin total të punësimeve. Shembull, janë bërë 100 punësime, 95 janë Maqedon, apo 1000 punësime janë bërë, 950 janë Maqedonas dhe 50 shqiptar, që është skandaloze. Dhe dëgjoni, në qoftë se ne rishim në Vlendë dhe në qeveri, si do dilnim në zgjedhjet lokale, ja ku është tetori, 12 tetor apo 19 tetor janë zgjedhjet lokale. Që ka mundësi të bëhen me të njëjtën ditë me Kosovë? Me shumë gjasa, edhe para 4 vitesh ishte të njëjtën ditë. Raundi parë, sepse tani raundi i dytë është mbas 2 javësh, e ju mbas 4 javësh, si do dilnim para qytetarëve, ju themi duhet të na votoni, duhet të na përkrahni. Do na pyesnin çfarë bët. Na thoni një pikë të vetme të programit tuaj që e keni realizuar, përveç rritjes rrogave në shëndetësi, listës pozitive të ilaçeve, specialistë. Domethënë nuk kemi gjë që themi qytetarëve na përkrahnin përsëri. Ai bie që keni humbur shumë tek qytetarët, tek mbështetja juaj, si Vlendë përgjithësi, por edhe ju tek Aleanca për shqiptar? Absolutisht. Patjetër pranohet gabimi. Unë mendoj se shumë më e ndershme. A është kjo mea culpa një ndjesë publike që ja bëni? Reflektimin qytetarët e kuptojnë. Më mirë është ndonjëherë thuash më falni se gabuam dhe nuk jemi duke shkuar në rrugë drejt dhe nuk dua të qëndroj ministër, se unë isha ministër shëndetësie. Në qoftë se shihni personalisht, do ishte kjo është në raste të rralla kur hiqet dorë nga qeveria. Në Maqedoni s'ka ndodhur. S'ka ndodhur asnjëherë. Asnjëherë. Ka ndodhur 2017-ën, Aleanca për shqiptarët të tërhiqet prej qeverie, por a e dini pse? Se atëre kishim Ministrinë e Shëndetësisë, na u mori Ministria e Shëndetësisë, na i pësini një ministri tjetër, paresor, dhe ne thamë dalim prej qeverie. Por, duke i pas të gjitha ministrit dhe të gjitha drejtorit, me ofert ju japim edhe disa drejtori ekstra, por rini këtu në qeveri, edhe të thuash faleminderit, unë nuk e shoh, ne nuk e shohim më veten në këtë qeveri, jemi të marginalizum, të papërfillur, dhe dalim. Kjo është rast i vetëm në historim pluraliste të Maqedonisë. Që i bie kjo një lloj reflektimi nga këndvështrimi juaj. Do dua pak të ndalem tek gjuha e përdorur nga kolegët tuaj të deridjeshëm, sepse nuk janë më tutje në pjesë të koalicionit, dhe pse kolegin politik i keni. Gjuhë e ashpër, akuzuese ndaj juve, zoti Taravari, gjuhë e ashpër se
ndikoi Ali Ahmeti. Ali Ahmeti me një forme e shtriu dorën dhe ju tërhoqi juve, u bët mashë e tij, deri tek një letër që e lexova sot nga kolegu juaj, edhe nga një njeri që e keni patur shumë afër, zoti Arben Fetaj, i cili ka vazhduar të qëndroj në pjesën e koalicionit me Vlen, ai ishte në Aleancën për Shqiptarët, një letër e gjatë, letër që me një farforme ishte shfaqej me një farforme zhgënimi i madh i tij në raport me veprimin tuaj, por edhe në raport me akuzat që ju ja kishit bërë atij se përpara ka qëndruar në Vlen. I keni parë këto akuza këto si grumbullim? Një sqarim për opinionin në Kosovë, se të ishte emisioni në Maqedoni, as pak do thosha shkojmë në pyetjen e radhës, por për Kosovën mendoj se ja vlen të sqaroj. Absolutisht po. Unë mendoj që duhet ta qartësojmë. Fuqia politike e BDI-s dhe Ali Ahmetit më e madhja ka qenë para një viti, në janar të vitit 2024. Atëherë Ali Ahmeti ka pas kryeministër shqiptar, ka pas gjysmën e ministrave në qeveri shqiptar,